Edhe mirë se vini tjetër video time. Unë literalisht, do të thënë, jo se për jam zgjuar, se jam zgjuar që në ora 3 ca. Ora është 5 qerek. Evani u zgjua, luajti, se kështu ja dha truri. Edhe tani ai po fle gjumë. Mirë po, në 6 e pak zgjohet Bianca, kështu që I bie të shkojnë krevat të rikot. Atëherë vendosa të ri këtu poshtë, po bëj një kafe, do zë dhe puk, të bëj dhe një qik puk. Edhe jes, po fillon dita ime goxha herët. Ky është finxhani im I ri që më dha shoqja ime, edhe do pim kafe sot. Ka kaluar një orë ca. Unë vdes kur bëhet kështu me hoje. Tash do ta përzjej. Edhe do ta lë të vi prap. Atëherë, sa po e kam vënë këtu për të pjekur. E shikoni në çik sa është fryrë, inshallah nuk derdhet tani. Edhe shpresoj të bëhet e mirë. Filluar dita fuqishme për mua. Nejse, po bëj gati ca rrobat që do t'i çoj vajzës motrës në Shqipëri, ca rroba që ka Bianca, ka pasur Bianca dhe janë okej për t'u veshur. Janë bërë ujë. Edhe thjesht doja t'i tregoja një trik që unë përdor gjithmonë në valixhet, vite tani, me vë ndoshta dhe e dini. Atëherë, këtu kam vënë rrobat dhe I vë te kjo qesja me vakum. Edhe I thithim. Dan. Unë të e bëj dhe të çantat e dorës. Unë nuk e bëj, po ja kam mësuar mamit se neve nga që presim shumë valixhe, nuk na hyn në punë çantat e dorës. Të gjithë gjërat e verës që kam porositur, edhe jo që kam porositur tani, që kam porositur ndoshta që vjet, që kemi përdorur, dhe po I vë në përvante. Më në fund bëm barë, do marrim të Tesco diçka për të pirë, thot Mari, dhe pastaj do dalim te parku. Kështu që ikim. Unë bëra një dush, mbasi bëm punët, hangrëm drek, edhe tani po dalim, më shore 2 ca. Po dalim te një park, që unë s'kam qenë ndonjëherë përpara, mirë po Mario e di. Ideja është thjesht të provojmë një park tjetër sa ati që kemi hapur na ka sill majt hundës. Edhe kaq, kjo është. Blem ca pije te Tesco, ca kafe, birë mori Mario, Bianca mori kos, edhe po ikim. Ha. Po pra, unë këtej s'kisha qenë ndonjëherë këtej. O po si. Lere drita ba. Lere shpirti. Si e ti zemra? Mirë, shabone. Qysh je, moti si në pana. Babi? Në thuj bebaj makina, sa përse ka hap dhe atë Chelsea na shuaj. Jo I ka bërë frenda dorës. Evan! Evan! Hej! Ej! Ku I s'konti më? Ke vesur këmis me pantalona t'skurtra. Bantaloti! I love you, zemër. Sinqerisht e vera, ej. Ha, shpirt, më thuj. E di, për shembull, Unë se di ku kam syzet, ha? Ha, ma? një gjë Ha? që është vërtet, ju më thënë, worth it të bësh, Ha? In a minute, është të ha? vesh në një vend që nuk ka natën, ose në plazh, që është natë në plazh, E frikshme që s'ka dritë. që s'ka dritë, edhe ti të shikosh yjet. Në behar nga kënë të një orë.
Edhe 3 kështu si jam unë tani, e kupton? Fix, po. Nuk do ketë, domethënë një nga gjërat më të bukura që ekziston. Absolutisht dhe. Ka gjë tjera që hecën? Aeroplan. Nuk shoh dot se më ndiqin syt Mario nga dielli. Fare. Po shoh to kalafminat. Çuni ka marrë çelësat e tuaja dhe bye bye. Sa shpejt ecën ai. O zota, se kam iden ku po shikon. E di qeni. Bianca! Sot unë jam si e ngordhur. Jo e lodhur, pa e ngordhur. Flokët të tmerrshme. Ikëm në park, ndonjëm pak. Dhe Mario thot me kë po flas. Ikëm në park, ndonjëm pak, luajtin çik Bianca, tani kemi ardhur te Costco. Të hedhim një sy gjërave që do marrim për ditëlindjen e Biancës. Më ka ardhur edhe pakoja që kam porositur me Bianca. We're going now. Leo Daku. E hangri të gjëna jo? Okej. Marim qumësht këtu neve? Çfarë po thoja unë me Mario? A? Çfarë po thoja? Po për Costco në verejme. Kemi ardhur te Costco. Jo, po thoja që më ka ardhur një pako e madhe që isha porositur nga Shein për Biancën. Edhe jo 2 fustane të Rapunzelit. Më falni, jo ca kpucë për Biancën që ti shkojnë me fustanet edhe gjëra të tilla. Tani unë kam bërë pak a shumë një ide se çfarë do marrim. Mi po t'i hedh një sy, se ndoshta ndroj mendje etj. Ideja është që mund të marrë një shishe qumësh, po s'besoj të marrë një gjë tjetër. Mirë po, kur futesh këtu, një zotë di si del. Zoti me një gjë. Edhe, ndoshta marrim dhe kafe, Mario. Kape duke kontrabanduar 10 kg mjaltë, thot. Kush mo? Intervistohet nga policia. Kush mo? Një qytetar në në Kosovë është kapur me 10 kg mjaltë të pa deklaruara. Mjalt mo? Mjaltë. Si e kanë kapur me 10 kg mjalt? Po çfarë thon këto mjalt, pra mjalt? Është ndaluar i dyshuari mashkull kosovar, pasi që gjatë kontrollit në veturën e tij janë gjetur dhe konfiskuar 10 kg mjalt të pa deklaruar. Po shkore budalli që ku është bërë në Shqipëri ky muhabet? Kosovë, me Kosovë. Ne kuptova që ishte kosovar, po thash në Shqipëri. Alkool nuk është Po e kuptoj. cigare. Nuk e di. Mendoj se Costco's i ka ardhur fundi për neve. Costco. Costco is disgusting. Edhe nuk besoj se mund ta rinovojmë më vitin tjetër sepse do ju tregoj eksakt si çfarë ka marrë dhe ka bërë 95 pound. Ka i për të Coca-Cola. Shife moj. Prit lëre. Hajde, mbaj duart ti Mario, afër, ha shpirt. He moj. Sa do bukti mami? Siç po thoja, po flokët e mia. Duket që jam zgjuar në 3 mëngjesit. Dan. Atëherë. Nuk e bllokoj dot me mbyll atë. Perfekt. Siç po thoja, kësaj radhe që shkuam në Costco, që nuk kishim në plan të blinim gjë, morëm një picë tek ato që e bëjnë, sepse është diku tek 9 pound, më duket 10 pound pizza, që do thot nuk është në një çmim, jo nuk është në një çmim shumë i favorshëm. Edhe me që shkuam atje, thash ha dhe krim, për shembull ky qumshti mua më pëlqen shumë ky Graham's Milk, po që në këtë format kaq të madh. Më mam. Unë pi shumë kafe në ditë, kështu që 2 paketime nga 4, krip, prawns, kakaleca, këtë me qofte, se donte Mario, këtë kosin, tu janë diku tek 60 vezë, bathing suit që mora unë për vete, s'kam të zi. Atë që kam të zi plain, nuk më pëlqen, ky ka
kurrizin pak të hapur, se ato që kam parë jam me kurriz çik të mbyllur me thënë drejtën. Edhe e doja çik me kurriz të hapur dhe ta provoj, shpresoj të më bëj, të më rri mirë. O e ran, mama, mami zbrit. Këto Coca-Colat. Për dasmën e Biancës dhe shtash. Ma për ditëlindjen e Biancës, këto. Kaq kanë bërë 95.99. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 artikuj. 8 artikuj, 9 artikuj, 9. Që nuk është se janë të shtrenjta, se as vetë nuk e kuptoj. Të shtojmë vatin ato pastaj, të shto një tjetër, edhe bëhet. I love you, zemra mamit. Mama? Mario nesër ka ditëlindje, kështu që unë kam zgjedhur mikserin edhe do t'i bëjmë një trileçe. I thash çfarë do tortë apo trileçe? Trileçe kam bërë dhe herë tjera, mirë po kam 3 vite pa bërë, mendoj. Do më pra që kosa jam të kjo shtëpia 2 vite gjys, po, sepse në momentin që u morë soba e re, nuk pata më mundësi të bëja. Kështu që do bëjmë trileçe. Unë trileçen e bëj shumë thjesht. Pjesën e kekut e kam marrë nga You Can Cook It, që mund të shikoni besoj pa problem atje. Ndërsa pjesën e qumështit i hedh qumësht të thjesht me pak sheqer, qumësht të thjesht atë normalin, nuk e përziej me një herë e kam bërë me 3 lloj qumështash dhe nuk më ka pëlqyer fare. Kështu që do ta bëjmë super të thjesht. Atëherë duhet të ndajmë të verdhat nga të bardha. Do kemi 5 vezë ambienti, që unë do hapë këto që mora tani, sepse nuk kam tjera jashtë frigoriferi. Prandaj nëna tona i bëndi me dorë se ishin shumë të herë më thjeshta, po edhe kjo i ndaka shumë mirë këtë të verdhën, ë? Okay. Me gjysmën tjetër të sheqerit. In a minute, mami. Really well done, mama. This one. Yeah, mama, hajde. This one. Yes, mami, in a minute. Of course, my mommy. And here we go. Në më thënë kini durim. Tani do I hedhim këtu, që I kanë vënë të letrën. Careful, mommy, just pay attention. Unë e bëja atëherë që e bëja të shtëpia tjetër, dhe më dilte shumë e mirë, gjithmonë. Në qofë se mban mend.
Babi, move. Më kuptoni, është ora 9 e darkës dhe unë jam zgjuar që në orën 3 të mëngjesit. Atëherë që po thoja, do përzjej 1 litër qumësht me 2-3 lugë sheqer pluhur që të shkrihet ndoshta më thjesht. Ideja është që unë nuk e bëj me qumështat të tjerë, faktikisht edhe në Shqipëri po ta shikoni në gjitha pasticërit nëse keni shije të mirë, e dalloni që nuk ka condensed milk brenda. Mund të ketë hopla, po nuk ka condensed milk. Tani unë kam pas provuar më përpara kur e kam pas bërë edhe me condensed milk, edhe me pana apo double cream, edhe me qumësht thjesht. Dhe mua më shijon shumë me qumësht thjesht, është edhe më i lehtë, edhe yes. Në Spanjë është fryrë, dallohet goxha. Pas do t'i hedh në fund fare trileçe apo krem karamelin që unë e kam blerë të gatshëm te turku. Let me see. Tani kjo u bë, prova e kunjës së dhëmbit stikadentit u bë, edhe gati për ta nxjerrë nga furra. Kem karamelin lart, edhe do ta bëj me këtë kështu që t'i jap forma të bukura. Po shfar, nuk ka asnjë lloj problemi. Edhe dan. Pa me këtë. Qom shëkullerë. Do vesh pijamat, është ora 11, edhe do shkoj të fle. Po më zuri. Mirë mëngjesi. Po bëjmë gati, sepse do ikim në piknik, me që Mario ka ditëlindje. Jupi. Atëherë, të tregoj çik shpejt e shpejt, unë jam zgjuar herët dhe kam bërë gati gjërat, por kjo tregoj dhe juve shpejt e shpejt. Atëherë, këtu kam qofte, kam vënë kështu sepse zinin më pak vend, edhe do të vije më shumë, edhe kapaku këtu. Këtu kam marrë kastraveca të thjeshtë të prerë. Këtu kam marrë lule shtrydhe, po i kam prerë për Evanin. I kam vënë kështu letra që të thithin lagështirën edhe të mos prishen. Këtu kam vënë domate dhe mozzarella. I kam hedhur rigonin lart, ndërkohë më vonë do t'i hedh atje vajin e ullirit, edhe kripën që e kam vënë një vend tjetër. Këtu kam marrë lule shtrydhe për gjithë, janë 2 rreshta kështu me lule shtrydhe. Këtë e kam marrë pak a shumë për Biancën edhe Evanin. Kastravecat, do me thënë, unë kastravecat Evanit jap vetëm këtë pjesën e brendshme, edhe pjesën e jashtme ja lë Biancës të haj. Këtu brenda ka thjesht bukë me gjalp, nëse Bianca s'do gjë tjetër. Këtu kam kripën, që kjo mbyllet kështu. Këtu kam bukën që bëra vetë dje dhe harrova t'ja u thoja. E kam prerë në feta, është shumë e butë, siç e dalloni. Ndërsa këtu kam marrë pak pirunj edhe ca facoleta. Kam bërë dhe vezë të zjera. Da mama? I love you mama. Tu brenda që do i vë të gjitha kam vënë dhe 2 qese për plera, se gjithmonë unë i harroj qeset e plerave atje. Tani unë i kam kapur flokët gjysmë në makinë. Ose më sakt. Unë jam në makinë, po presi Marion të vi. Flokët i kam kapur gjysmë. O Evan, ku shkon me mam? Se ishin bërë okej këto flokët, hajtë më nejse varja. Siç po thoja, flokët i kam kapur gjysmë, mirë po jam shumë e sigurt që sa po shkojmë te pikniku do kapet tamam. Çfarë kemi veshur për piknik? Thjesht fare. Bluze, pantallona të shkurtra, bluze, pantallona gjëra që trim rahat. Lule shtrydhe edhe u bë pis, edhe unë nuk e ndrova, sepse do haj prap lule shtrydhe dhe do bëhet prap pis. Ja dhe pikniku jon këtu. Shoh sa bukur. Mario, happy birthday to you. Tani, duke qenë se kishim njerëz, kjo është trileçe dhe nuk ja u kisha treguar, kështu që ta heqë kështu. Edhe kjo këtu edhe është
Vërtet jam i. Të. Po bënim plane i gjëra. Plane jete. Po bënim plane jete, po them. Shumë e mirë. Tani do sistemojmë gjërat. Neve. Edhe kaq. Kanë kaluar disa ditë edhe dhurata Marios, ose më sakt, se unë fshiva vëndin këtu poshtë edhe ka vënd gjithë lodrat lartë. Siç po thoja, dhurata që unë kisha porositur për Marion, që ishte për ditëlindjen, po edhe për ditën e babave, sepse Ira ta kishte në të njëjtën ditë, është një bluze e lezetshme e personalizuar. Këtu shkruan Dead, edhe kjo fotoja këtu le të themi, ose qëndisja këtu është marrë nga një foto që ja dërgova unë faqes. Gjithashtu dhe te krahu këtu kisha mundësi të shkruaja Bianca and Evan. Edhe yes, kjo është bluzja që i porosita Marios. Është super e lezetshme. Materiali i bluzës është shumë i mirë. Në fakt dihet që kur ti do bësh me qëndisje, embroidered, duhet materiali i copës që ti do punosh, duhet i trash, i plot, i mirë, kështu që nuk mund bësh çfarë do lloj punimi. Por që më pëlqeu shumë, Marios i pëlqeu jashtëmase shumë, akoma se ka veshur, e ka me etiket, dhe në momentin që do i mbushet mendja që ta laj, sepse do që ta ruaj. Por që i pëlqeu, edhe kam një 2 ditë që po e mbaja këtu që ta ndaja bashkë me juve dhe t'ja u tregoja. Më pëlqen shumë, edhe thot det që nga 2020. Nejse. Kjo ishte që ta mbyllja videon bashkë me ato që ka i bëm Marios. I ka kaluar pothuajse një javë që nga pikniku që bëm. Çfarë do t'ju them, unë jam në punë, sot kam Evanin në kopësht edhe pastrova një çik vendin. Edhe do punoj sepse kam jashtëmase një fluks shumë të madh për momentin. Kështu që do mundohem të bëj sa më shumë të mundem. Nejse, kjo është e gjitha, por doja edhe ta mbyllja videon duke ju thënë, ju lutem bëni një subscribe. Unë dua t'ju falenderoj me zemër shumë që juve i shikoni videot e mia, është vërtet kënaqësi. Mirë, po përveç kësaj, nëse do bëni një subscribe, absolutisht do më ndihmoni shumë, sepse e shikoj që 70% e videove shikohen. Domethënë, kemi 100% e atyre që shikojnë videot e mia. 30% janë bërë subscribe dhe 70% nuk bëjnë akoma subscribe. Si që kanë thënë dhe kolegët e mi para meje që një subscribe nuk ju kushton asgjë, mjafton që juve t'i bëni subscribe, nëse keni dëshirë pastaj të notifikoheni për çdo video time, shtypni aty zilen. Doja shumë të bëni një subscribe në mënyrë që kanali im të sugjerohet dhe tek tjerët. Kam shumë kohë që e bëj dhe rritja është minimale, kështu që yes, go please for a subscribe. Thojni njerëzve që juve keni dëshirë dhe i sugjeroni videot e mia, ndoshta dikujt i pëlqen, edhe pse jo mos bëni sa më shumë subscribe, të zgjerohemi sa më shumë. Edhe that's it. Unë ndërkohë tani duhet vazhdoj të bëj punën, duhet t'ju put fort, kalofshi sa më bukur, edhe bashkë do shihemi në videon tjetër.